Këtë Pashkë, qëndroni me të vështat për një kohë të veçantë adhurimi me grupin e adhurimit të Kishës së Rilindja. Pashka është vetë sakrifica për çdo person. Pashka të Kisha Rilindja është një festë e vërtet dhe është tamam ajo që themi që lavdi Zotit, Krishti u ngjall. Ditë them që kam qenë pjesë e festës së Pashkës, kuptohet në Kishën Rilindja, për rreth 34 vite. Përjetoni adhurimin e fuqishëm dhe dëshmitë frymëzuese ndërsa festojmë Zotin ton të ringjallur. Pashka që më ka lënë mbresa të thella ka qenë para disa vitesh që kemi festuar Pashkën bashkë me kishat e gjithë Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Pashka është gjithçka, është themeli besimit ton. Fitoria, triumfojmë mbi vdekjen dhe ne jetojmë në dashurinë e Krishtit. Nëse nuk të trondit një dashuri e tillë, nuk mund të trondisë asnjë gjë tjetër. Na ndiqni të shtunën, ora 21. Ai është prap i gjallë, edhe gujs është më atje. Ai është prap i gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap i gjallë, unë dëgjoj një gjë që thon, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Pashka mund të shprehet me shumë pak fjalë dhe me vargun e Gjonit 3:16, sepse ai shumë e deshi botën sa dha birin e tij të vetëm, dhe kjo është sakrifica më e madhe që mund të bëj një prind, mendoj. Dhe Pashka është vetë sakrifica për çdo person. Sa bukur është dhe sa mirë të mbledhurit së bashku. Dhe më kujtojnë gjithmonë çdo vit kur mblidheshim dhe bënim Pashkët të gjitha kishat së bashku, dhe ishte një eufori pa parë dhe ti ndjeje në ato moment, kishte rritje, çdo person rritesh frymërisht në ato mbledhje së bashku. Dhe gjithashtu të mbledhurit së bashku me grupin e adhurimit, ne jemi shumë të lidhur së bashku dhe çdo gjë, çdo festë dhe çdo event e ndajmë bashkë dhe Pashka është një nga ato që ne na mban kaq pranë me njëri tjetrin, sepse është tamam formula e dashurisë dhe kjo është më e rëndësishme. Pashka është ai momenti ku besoj të gjithë çarmatosen edhe bien në kontakt në radhë parë me veten e tyre dhe pastaj patjetër me atë që ka bërë Jezu Krishti për ne. Them që është një moment çarmatosës sepse kur përballesh me një dashuri të tillë, edhe kur përballesh me këtë vepër kaq të mrekullueshme dhe të mistershme, mendoj që nuk na lë më vend që ti kemi syt tek vetja apo ti lejmë hapësirë vetes edhe ta mendojmë që mund të jemi ne ata që shpëtojmë veten edhe që ne meritojmë më të mirën edhe ne meritojmë që të jemi pranë Zotit. Kështu që ky element më pëlqen shumë tek Pashka, që realisht çarmatosemi përballë një dashurie kaq të madhe. Për mua Pashka ka domethënien më të rëndësishme të jetës time. Nëse Pashka nuk do të ekzistonte, atëherë i kohë do të ishte besimi im. Pashka është vdekja, por pas 3 ditësh ndodh ringjallja dhe ajo është mrekullia e të gjitha mrekullive që ka ndodhur në rrezullin toksor. Pashka është shpëtimi im, jo vetëm imi, po i të gjithë njerëzve që besojnë tek Jezusi. Për sa i përket Pashkës, patjetër që Pashka jo vetëm për mua, po për gjithë secilin që është banor i kësaj toke, është një lajm i mirë, është një person që është Jezus Krishti. Dhe lavdi të madh i Zotit që Perëndia e dha birin e vet të vdesi dhe të ringjallet të tretën ditë, ashtu si fjala e vet e thotë. Dhe besoj që kjo është Pashka më e mirë për gjithë secilin prej nesh që besojmë dhe të ketë shpresë për ata që nuk besojnë, që do të thotë Jezus Krishti. Pashka është gjithçka, është themeli besimit ton. Fitoria, triumfojmë mbi vdekjen
dhe ne jetojmë në dashurinë e Krishtit. Kjo është ajo çfarë diferencon me besimet e tjera. Nëse Jezusi nuk do ishte ringjallur, ne nuk do ishim këtu ku jemi sot. Pashka për mua është si një moment kur ne shqyrtojmë veten tonë si të krishterë, që jemi duke ecur në ato hapa që eci Jezusi, jemi duke hyrë në ato vështirësi që hasi ai, në ato sakrifica që bëri ai, dhe apo ngjajmë më shumë me këtë qingjin që u flijua çdo vit më shumë. Dhe në momentin që ne shqyrtojmë veten, jam i bindur që Zoti me hirin e Tij na shpalos akoma se sa i përjetshëm është shenjtërimi jonë, edhe sa ai do jetë ndihmë për ne në çdo vit e më shumë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Unë kam sim në mëngjes, sim dhe në mbrëmje më bën kërcej, në për çdo sin dhe çfarë nesër nja të sjell. Unë kam sim, se mos këndoj ty kën lavdrimi edhe kur sfidat vijnë, se për gjithmonë të mos ta adhuroj kur kam parë sa të mira bën. Jo në turp nuk kam, jam një mëkatar, i shpëtuar nuk kam fri. Po ta tret marrësi, ti e tret liri, jo nuk do të kthehem pas. Unë kam sim në mëngjes, sim dhe në mbrëmje më bën kërcej, në për çdo sin dhe çfarë doj nesër nja të sjell. Unë kam sim në përdjell, sim mes të shiut më bën kërcej, ti vazhdimisht dhe çfarë doj nesër nja të sjell. Unë kam torzuar jam, i lirë në pranin tënde, deri na kim kërcej. Më bën të fort, kur do që traftroj ty, Jezus ti më mbush plot. Jo në turp nuk kam, jam një mëkatar, i shpëtuar nuk kam fri. Po ta tret marrësi, ti e tret liri, jo nuk do të kthehem pas. Unë kam sim në mëngjes, sim dhe në mbrëmje më bën kërcej, në për çdo sin dhe çfarë doj nesër nja të sjell. Unë kam sim në përdjell, sim mes të shiut më bën kërcej, ti vazhdimisht dhe çfarë doj nesër nja të sjell. Unë kam Pashkat e Kisha Rilindja është një festë e vërtet dhe është tamam ajo që themi që
lavdi Zotit, Krishti u ngjall. Dhe kjo është festa e vërtetë e çdo personit krishterë, mendoj unë. Unë kam qenë pjesë e Bashkisë Rilindja që kur kam qenë shumë i vogël, flasim që vitet 94. Pashka ka qenë gjithmonë një moment gëzimi, po gjëja që e kujtojmë shpesh edhe gjëja që realisht na ka lënë një impakt, ka qenë gjithë kjo përgatitja për Pashkën. Kur ishim të vegjël, përgatiteshim me ato mini teatrot që bënim, me ato etydet e vogla, që në vetvete ishin më bukur pjesa e përgatitjes, se në fund ajo shfaqja. Dhe gjithashtu përgatitja me grupin e adhurimit, shpeshherë ne kemi bërë gjithmonë, jemi përpjekur që të bëjmë diçka ndryshe për Pashkë. Dhe është koha që ne kalojmë me njëri tjetrin, duke përgatitur për të sjellë diçka të bukur për njerëzit edhe për Zotin. Mendoj që ajo është kujtimi më i mirë që unë kam për Pashkën, koha që kemi kaluar me njëri tjetrin edhe kujtimet që kemi kriju duke përgatitur për të shërbyer kishës, po edhe për të shërbyer njëri tjetrit. Unë jam shpëtuar në 98-ën dhe atëherë kam qenë një adoleshente. Dhe Pashka për mua atëherë ishte, le të themi, akoma ende e panjohur në kuptimin e mirëfill të fjalës, po duke u thelluar në fjalë dhe duke i njohur mirë Zotin Jezus, atëherë fillon dhe merr më shumë kuptim Pashka. Kur unë fillova të luaj dhe të jem pjesë e grupit të adhurimit, atëherë ndjesia dhe përjetimi ishte akoma dhe më i thellë i të adhuruarit dhe i të lavdëruarit të Zotit, jo vetëm në Pashkë, po edhe në çdo shërbes të dielave në kishë. Nuk është se kam një gjë të veçantë për vërtetës, po ditë them që kohën kur unë jam shpëtu, që ka qenë vitin 91-92, kam qenë 10 vjeç atëherë. Ditë them që kam qenë pjesë e festës së Pashkës, kuptohet në Kishën Rilindja, për rreth 34 vite. Kështu që besoj që kjo eksperiencë, po themi, kjo përvojë, flet më shumë se sa një situatë apo një rrethan që duhet ta themi për hir të ose më saktë për hir të medias ose televizionit. Besoj që këto vite kanë qenë Pashka më e bukur edhe pjesa integrale e kësaj familje ose kësaj kishe që është Kisha Rilindja. Unë jam shpëtuar rreth vitit 2000, kam qenë adoleshente. E dija në mënyrë përmendësh se çfarë do të thoshte Pashka, që Jezusi vdiq për të na shpëtuar, vdiq për mëkatet tona, mposhti vdekjen dhe u ringjall dhe jeton në përjetësi në të djathën e Atit. Por nuk e dija realisht kuptimin e saj, çfarë do të thoshte për mua si Ana. Me kalimin e kohës, e kam bërë këtë pyetje dhe ka qenë një rrugtim shumë i thellë i besimit tim. Tani që kam marrë një kuptim kaq të jashtëzakonshëm në jetën time, arrit të kuptoj që Perëndia e urren mëkatin dhe në të njëjtën mënyrë urren vdekjen. Ndaj imposhti vdekjen në kryq dhe ne kemi fitoren në Jezusin. Dhe këtu mund të kujtoj Romakët 8:11, që thot, e njëjta frymë që ringjalli Krishtin për së vdekur jeton brenda nesh dhe i jep jetë trupave tanë vdekatare. Ndaj kjo ka qenë zbulesa ime, me të cilën edhe kur jam në grupin e adhurimit dhe kur këndoj, adhuroj dhe lavdëroj Zotin, e adhuroj me këtë zbulesë në zemrën time. Për mua do jetë Pashka e parë në adhurim, le të themi, që është një farë emocioni, por le të themi Pashka e parë që kam përjetuar në Kishë, nuk kam ndonjë kujtim shumë të madh, sepse me siguri ka qenë viti që unë kam marrë në besim, po e mendoj si një proces i cili
çdo diel pas diele, gjithmonë më shumë besimi fillonte të më prekte, të më afronte tek Zoti dhe me siguri ungjilli që është brenda Pashkës ka qenë në çdo diel. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Kënga që së fundmi unë e kam shumë për zemër dhe sidomos për Pashkë, edhe për Krishtlindje, është mirësia e Zotit. Dhe Zoti është gjithmonë besnik dhe ka qenë, është dhe do të mbetet gjithmonë besnik. Dhe kjo është beslidhja që ne kemi bërë. Dhe Pashka është prova e vërtet e çdo besnikërie që ai ka lidhur me ne. Shiko, mua më ndoshta ndodh edhe të tjerëve, po përjetimi im është që çdo ditë ose çdo javë, nuk e di, po gjithmonë kam një këngë në zemrën time. Po nuk është gjithmonë e njëjta, domethënë sipas situatave të ndryshme, edhe kënga ndryshon në zemrën time.
Për Pashkën do të veçoja këtë këngën Goodness of God. Ai është gjithmonë besnik me ne, ai është gjithmonë besnik me mua, ai është gjithmonë besnik në jetën time, ai kur nuk më lë dhe kur nuk më brektis. Kjo është ajo këngë që për mua është më mban fort. Më pëlqejnë shumë për produksionet e bukura, sidomos kur bën edhe për Pashk, i shijoj në maksimum. Unë kam shumë respekt edhe për muzikën që është, ne i themi lavdrim, po është ajo me temperamente këto që ke kështu nota shpërthimi, nota egzaltimi, nga që rridhje që me temperamentin tim, prandaj. Nuk është se kam një të preferuar, po çdo gjë e bukur, realisht çdo gjë e bukur më pëlqen. Dhe çdo gjë që është e bërë me zemër, është e bërë me thirrje, e punuar me mirë, e menduar me mirë, në kohën e dur, në vendin e dur, në momentin e dur, pse jo dhe në kishën e dur. Në këndvështrimin tim dhe në guston time, këngët e Pashkës janë këngët e gjithë vitit. Dhe unë preferoj t'i këndoj vazhdimisht, preferoj t'i dëgjoj vazhdimisht, sepse në to kryesisht është ungjilli dhe është gjëra më e fuqishme që Zoti na ka dhënë, dhe sakrifica e tij, qëngji që u bë fli, të gjithë themelet e besimit tonë. Dhe besoj që këngët e Pashkës janë vërtet të fuqishme për të ecur çdo ditë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë.
Personi më perfekcionist janë të gjithë nga pak, se cili ka të vetën. Le të themi, kemi Islin, kemi Nikun, unë me ato të mijat, Luli me të vetat, Ana, Egi, se cili ka të kërkesat e veta. Ju e patë edhe sot, domethënë, çdo gjë për kërkojmë më të mirën. Kërkojmë më të mirën për të bërë më të mirën për Zotin. Shiko, mua më ndoshta ndodh edhe të tjerëve, po përjetimi im është që çdo ditë ose çdo javë, nuk e di, po gjithmonë kam një këngë në zemrën time. Po nuk është gjithmonë e njëjta, domethënë sipas situatave të ndryshme, edhe kënga ndryshon në zemrën time. Për Pashkën do të veçoja këtë këngën Goodness of God. Ai është gjithmonë besnik me ne, ai është gjithmonë besnik me mua, ai është gjithmonë besnik në jetën time, ai kur nuk më lë dhe kur nuk më braktis. Kjo është ajo këngë që për mua është më mban fort. Unë pjesë e grupit adhurimit Kishës Rilindja, me bateri, kam që nga viti 2018. Gjithmonë momentet e provave janë momente shumë interesante, sepse ne njohim edhe më shumë njëri tjetrin, komportohemi më shumë me njëri tjetrin, i bëjmë më shumë vrejtje njëri tjetrit, pse jo dhe kritika për të mirën e punës. Nuk është se kam pas në i këshu, po themi, hatër mbetje ose në i largim nga provat, po ka dhe ajo, do më të ato momentet e veta, kur se në fund ditës ose në fillim ditës, jemi dhe njerës, kemi dhe që këshu përbërje mishi, qimesh, edhe nxefemi nga pak. Se për shembull mund të vim për prova, e kemi lënë orën 5, po mund të fillojnë 5:30, mund të fillojnë 6, sigurisht për shkak të trafikut, jo për shkak të mosdëshirës tonë, që të kemi mundësi të mblidhemi me njëri tjetrin për të bërë këto prova kaq frytdhënëse. Ne zënka në grupin e adhurimit? Ja. Në grup, në një familje, ka debate, ka përplasje, por e rëndësishme është që çdo gjë në fund është dashuria, ajo që zgjidh çdo gjë. Dhe ku ka më bukur që të ketë çdo gjë të sinqertë dhe të hapur brenda nesh dhe sa më e afërt me njëri tjetrin. Kjo është ajo që na ka mbajtur së bashku, sinqeriteti, dashuria në Krishtin, mbi të gjitha. Kjo ka qenë shtylla ku ne jemi mbajtur dhe kemi kaq vite së bashku, ne jemi rritur bashk. Kemi shumë vite dhe kemi mbajtur njëri tjetrin dhe kemi rritur njëri tjetrin në çdo sfidë që kemi kaluar. Le të themi nga jashtë, grupi i adhurimit të jep një ide në një gjë që ti do doje bashkoheshe sa më shpejt, sa më parë dhe të ishe pjesë e gjithë këtij organizimi kaq të mirë, kaq të bukur. Në momentin që fillojnë provat, fillojnë secili gustot e çdo personi, ti fillon kupton që vërtet grupi i adhurimit është një familje. Ka ditët e veta të vështira, ka ditët e veta të mrekullueshme, por në fundit uniteti që është dhe miqësia që krijohet ndër vite është gjëja më e bukur edhe është tamam si një kishë e madhe, por është një grup i vogël. Këtu do përmend diçka për qeshur, kur nisi shërbesa me të gjithë grupin e adhurimit, filluam që të këndonim këngë lavdërimi, mbaroi kënga e parë, filloi kënga e dytë, në fakt nuk më kujtohet tamam se çfarë këngë ka qenë, por isha duke adhuruar me aq pasion dhe me aq gëzim, saqë nuk kuptoja që nuk dëgjohesha dhe arsyeja ishte se më kishte rënë fisha e mikrofonit. Dhe shikoja rreshtin e parë që qeshnin. Thash, po këto çka kanë që qeshin me mendjen time. Kur e kuptova më pas që më kishte rënë fisha e mikrofonit, atëherë me lezet ulem edhe e rregulloj. Unë mendoj që në atë moment edhe Zoti ka qeshur me mua dhe ka thënë mirë unë të dëgjoj, por ta të shkretët. Kjo ka qenë një përjetim i lezetshëm, po themi, i Pashkës. Gëzoni të gjithë sot ai është gjatë. Të dua Zot, mëshira jote nuk zgënjen kur
çdo ditë në dorën tënde unë qëndroj, që kur dielli në mëngjes lin dhe der kur perëndon, do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Gjithmonë besnik e qenë me mua, gjithmonë një ati mirë me zemrën plot, dhe në çdo frymë të jetës time do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Zërin të kërkoj, për me zjarit më ke mbrojtur, në terë të non, më je afër si askush. Ti je një atë për mua, ti je një mik besnik, unë jetoj në mirësinë e Zotit tim. Gjithmonë besnik e qenë me mua, gjithmonë një ati mirë me zemrën plot, dhe në çdo frymë të jetës time do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Gjithmonë besnik e qenë me mua, gjithmonë një ati mirë me zemrën plot, dhe në çdo frymë të jetës time do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Mirësia jote m'ndjek, po më ndjek nga pas. Mirësia jote m'ndjek, po më ndjek nga pas. Jetën time le i dorëzuar jam, tek ti e le gjithçka. Mirësia jote m'ndjek, po më ndjek nga pas. Mirësia jote m'ndjek, po më ndjek nga pas. Mirësia jote m'ndjek, po më ndjek nga pas. Jetën time le i dorëzuar jam, tek ti e le gjithçka. Mirësia jote m'ndjek, po më ndjek nga pas. Gjithmonë besnik ke qenë me mua, gjithmonë një ati mirë me zemrën plot, dhe në çdo frymë të jetës time do të këndoj mirësinë e Zotit tim. O Zot, gjithmonë besnik, gjithmonë besnik e qenë me mua, gjithmonë një ati mirë me zemrën plot, dhe në çdo frymë të jetës time do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Do të këndoj mirësinë e Zotit tim. Unë i uroj të gjithë krishterëve që Zoti t'i bekojë kudo që janë dhe Krishti qoftë në familjet e gjithë secilit prej jush. Mendoj që
njerëzit kur përballen realisht me figurën e Krishtit dhe me atë që Krishti ka bërë për ne, është një moment shumë transformues që unë do të thoja që na bën që të kuptojmë veten më mirë dhe do t'i uroja gjithëve që të zhvishen nga gjithë para përcaktimet që kanë për besimin dhe po themi ato kornizat e veta në lidhje me fenë krishterë dhe të futem të meditojmë pak më thellë në lidhje me veprën e çmuar të Krishtit në kryq, sepse është realisht një moment që nëse nuk të trondit një dashuri e tillë, nuk mund të trondisë asnjë gjë tjetër. Urimi im është në këtë Pashkë që të kenë një zbulesë akoma dhe më të thellë për Jezusin, për frymën e shenjtë, për Atin dhe do t'i ftoja në fakt edhe ata që janë jo besimtarë të kenë një takim me Zotin. Fryma e shenjtë të preki dhe zemrat e tyre në mënyrë që edhe ata të njohin Jezusin dhe të kenë shpëtimin në jetën e tyre. Unë të them atë që i them gjithmonë vetes time, jetojeni Jezusin për ditë. Ringjallja për mua është e përditshme. Kjo më kujton që unë nuk jam më mëkatar, nuk jam më pjesë e mëkatit. Unë kam jetë e re në Krishtin Jezus dhe unë jam e ulur në të djathën e Perëndisë bashkë me Krishtin. Dhe dua t'i them të gjithë besimtarëve dhe jo besimtarëve që Jezusi jeton dhe është i gjallë. Dhe është i gjallë për ditë. Kështu që mbajini fokusin tek ai, mbajini fokusin tek frytet e frymës. Të ecim drejt shenjtërisë dhe mos të fokusohemi drejt rrethanave, vështirësive, dobësive tona, por të shohim veten tonë të fortë në Jezusin, sepse ne mund bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Jezusi është i gjallë dhe jeton për jetë. Ajo që më prek gjithmonë është që ne në kulturën tonë jemi mësuar gjithmonë me kurbani. Pra ne kemi dëgjuar kurbanin dhe përpara se të besonim, ne kemi parë se si në çdo shtëpi para se ndërtohej diçka, kur hapej gropa, therej diçka, një kafsh, një qingj, një dash. Dhe unë besoj që pa ditur, ne kemi bërë diçka që në fakt Zoti ka bërë përpara se toka të ekzistonte, ai flijoi një qingj që themelet e kësaj toke, ku ne do lindnim edhe do rriteshim, të kishin brenda ungjillin, që në fillim. Dhe ajo që besoj është që kurbani më i fuqishëm dhe i vetmi që mund të shëroj apo të shpëtoj apo të fali çdo mëkat është Krishti Jezus. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Sepse Zoti fuqishëm mbretëron. Halleluja. Halleluja. Sepse Zoti fuqishëm mbretëron.
është i denj. Në errësirë ne po prisnim të humbur, të pashpresë, ku nga qielli ti zbrite, plot mëshirë, sytë e tu, të përmbushje ligj profetët, virgjëreshës fjala zbrit, që nga froni i lavdis, ndje po vu biri. Mbretërin për të zbuluar dhe të humburit pajtoj, gjithë krijimin të shpengoj, krishin ti ose përshmove, dhe kur ishe në mes dhimbjesh, syti mbajtë të çlirimi, se prej ti vinte shpëtimi, Jezus ti vdiqe për ne. Frymën mbajti, qërsa kur i u lëviz, vostër qenë i vdekjen kish, dhe të vdekur i tu ngritën, edhe ëngjëj tu manitën, se ata që do të shpëtohen, tek ati restaurohen, edhe kisha e Zotit lini, flake frymës e shundes, ky urgjilli për jetësis, as për kullet, as nuk zbet, për mes gjakut e prin Jezus, në
është prap I gjallë, edhe gujs është më atje. Ai është prap I gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap I gjallë, mund dëgjoj një gjë që thon. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë.